Përshëndetje, mirë se erdhët në Top Tani Podcast. Sot kam të ftuar një blogere të njohur, të cilën e kam edhe me kesh në fakt, është me mua Benia Danishani. Benia, përshëndetje të gjithëve, faleminderit. Si e? Shumë mirë, shumë mirë. Tëra e parë që unë të intervistoj, ndërkohë që para një viti në këtë kohë bënim të kundërta. E vërtet. Edhe bashkëpunonim për një program. Shumë kujton eksperiencën e fundit në ekran edhe më Eksperienca e fundit në ekranin e Radio-Televizionit Publik Shqiptar, në emisionin Miq e Pazitës, ka qenë një super projekt, një super emision që kemi bërë bashk dhe kam një kujtim shumë të bukur, shumë pozitiv. Ka qenë për mua një aventurë sfiduese, sepse ka qenë për herën e parë unë kam qenë moderatore mirëfill, dhe kam mësuar shumë, një eksperiencë që më ka rritur, që më ka formuar, sepse njerëzit mendojnë që të moderosh është disa njerëz mund të mendojnë që të moderosh nuk është kaq e vështirë, që është një punë goxha e thjeshtë, ndërkohë besoj që përveç ato puna të vështira, puna e moderimit është një punë që ka shumë mbrapa skena mbrapa, shumë orë pune, të merresh me skaletën, me ftuarit, edhe me thanë është një punë që ka edhe ajo vetët ato vështirësira, por besoj që ja kam dalë më së miri. Në fakt më nga bërë përshtypjes një për një minutë, serioziteti yt, edhe mund ta them sot, me që ka kaluar kohë, edhe kemi të drejtën të tregojmë sa gjëra për të kaluarën, edhe përgatitja jote dhe mënyra se si ti rrije deri vonë për të ulëmtuar për personazhin që kishe të ftuar, shumica nuk i njihen. Më bëri shumë përshtypje edhe të përgëzoj se një vajzë shumë punëtore. Faleminderit. Ka një kuriozitet, domethënë komente shumë në rrjetet sociale që ne të dyja ju dim përgjigjen, kush të futi ty në televizion? Kush më futi mua në te projektin televiziv? Atëherë, unë në fakt kam parë shumë komente në rrjetet sociale që më kanë bërë shumë përshtypje. Disa komente negative dhe që shkruashin njerëzit kush e ka futur aty brenda, sigurisht Beniada do ketë një të dashur, ose ka munduar që do ishte një figurë mashkullore që më kishte futur në ekranin në Radio-Televizionit Publik Shqiptar. Por mund të them me plot gojë që më ka futur një grua, një gazetare dhe ajo quhet Ida Lumani. Nuk e kisha më shumë tek vetja, merra vëmendje, por tek ideja që ne çdo projekt, pas çdo projekti, sidomos kur është një vajzë në ekran, mendojmë që është dikush, është një mashkull që e ndihmon. Edhe doja më shumë të qetësoheshin të gjithë ata që kanë menduar të kundërt. E vërtet. Edhe kanë bërë komente jo pozitive. E vërtet. Atëherë do jetë gjithmonë kjo gjëra shumë e çuditshme, sepse po je burr dhe je i pasur dhe me lek, je shumë babaje. Po je vajzë dhe arrin bërë sukses, sigurisht do ketë një të dashur nga brapa dhe duhet të heqim absolutisht këto dy mentalitete që deri diku mund t'i kuptojmë, por unë besoj që njerëzit luftarak, njerëzit që besojnë në vetvete, nuk kanë nevojë për ndihmë. Një person nuk është ky rasti, nuk po e bëj për t'ia thënë, për t'i bërë shefin vetës, por besoj që realisht një djalë ose një vajzë që ka pyetje në ballë, shkëlqen, duket dhe njerëzit e kuptojnë. Po flasim pak më vonë për televizionin, ndoshta edhe më gjatë, por dua të kthejmë pak te realiteti yt, je fokusuar të kohë punës si blogere, sapo je kthyer nga Dolomite, ishe në një resort fantastik, si shkoi si eksperiencë, edhe çfarë gjin ata italianët që marrin një blogere nga Shqipëria për të promovuar resortet e tyre? Atëherë, kemi qenë 3-4 ditë në Dolomiti me Jorin, kemi bashkëpunuar me një agjenci në Itali, ka qenë një bashkëpunim shumë i këndshëm, një bashkëpunim shumë i bukur, dhe u relaksuam dhe u kënaqem shumë. Unë jam vajzë deti në fakt, por e kam vlerësuar, është hera 2 që shkoj në mal dhe kam vlerësuar malin shumë sepse të jep një lloj qetësie. Përpara që të përgjigjem, do të them që më ka bërë diçka përshtypje në këtë udhtim, sepse kemi bërë një ekskursion e Ida me alpaka, ne kemi takuar në disa raste tjera, por nuk kam pasur mundësinë për ta treguar këtë kjo gjë që më bëri shumë përshtypje. Ta në lagje thuaj. Po, në mëngjesit më herë. Po. Më bëri shumë përshtypje në këtë ekskursion, ishte një familje austriake me fëmijët e tyre, fëmijë shumë të vegjël. Dhe dashuria dhe respekti që kishin fëmijët për kafshët, ishte diçka që unë ndoshta këtu në Shqipëri në këto 4 vitet e fundit e kisha haruar. Fëmijët shumë të dashur, shumë të respektueshme,
me çdo lloj qenie njerëzore, dhe kemi bërë shumë përshtypje sepse edhe kafshët ishin shumë të dashur me fëmijët. E ndin dashurin dhe ata kur njerëzit do japin dashuri. Patjetër, unë dhe Jori kishim 2 alpaka. Alpaka Jori nuk donte të rinte asnjëherë i fundit, vraponte të shkonte përpara. E pas ngjar Jori çfarë? Alpaka që kisha unë donte vetëm të ndalonte dhe të hante ndonjë pemë. Në foto. Ndërkohë alpaka që kishin këto fëmijët, çdo herë që u ndaloshin fëmijët, u ndaloshin edhe alpaka. Shumë kafshë të ndjeshme dhe shumë kafshë, nuk e di, me një lloj inteligjence, Dëshmërie. po, dhe kemi bërë shumë përshtypje dhe dua të them që duhet absolutisht edhe të dërgoj fëmijët sa më shumë pranë natyrës, pranë kafshës, sepse fëmijët zhvillojnë, nuk e di, një ndjeshmëri më të bukur me çdo lloj qenie njerëzore, kafshët ose Dhe sa i përket punës tonë si blogere? ndërkohë, punës si blogere është shumë e vërtet, nuk e di për çfarë arsye, por çdo herë që unë udhtoj dhe shkoj për jashtë Shqipërisë, kam më shumë bashkëpunime. Më kërkojnë më shumë shqiptarët, bizneset shqiptare, më kërkojnë dhe kanë dëshirë që unë t'i bëj reklamimin e tyre ku jam për jashtë Shqipërisë. Kjo është diçka ndoshta që deri diku edhe kuptoj, sepse Shqipëria ka edhe shumë pak vende ku të bësh disa postime të bukura. Okej, Sepse bën ka shumë rëndësi për në rrjetet sociale. po. Lokacion. Tirana është shumë e bukur, por sigurisht duhen disa vende pak më shumë. Është e zauruar pak Po, Tirana. po, e vërtet, e vërtet. Ka një sekret Binjada që edhe pas 4-5 vitesh që ti kesh dalë tashmë nga Big Brother, këtë njëjtën audiencë ke për shëri, je preferuar për biznesin, është triku që ti mban ende njerëzit pranë vetes. Nuk e di, këtë do më thot populli shqiptar. Çka të di? Unë besoj që originaliteti që kemi, që ka çdo njeri, është gjëja që bën diferencën. Unë jam përpjekur mos të dal asnjëherë nga vetja, ta respektoj shumë vetëm dhe të kuptoj çfarë i përshtatet Benjadës. Kur kam dalur nga Big Brother, kam pasur shumë propozime me shumë biznese të ndryshme dhe i kam seleksionuar. Disa i kam bërë sepse përshtatet karakterin tim, disa tjera edhe për të thënë vërtetën ishin bashkëpunime me shumë para, nuk i kam pranuar sepse ai lloj biznesi nuk i përtek Benjadës. Cili është ai biznes që ti nuk do pranoje kur të bëje reklam? Ose ai lloj produkt? Patjetër, biznes me tatuazhe, biznes me qerpikët, me vetullat. Do të thënë çdo gjë që ka lidhje me ndërhyrjen dhe me modifikimin e fytyrës time, nuk e kam pranuar. Kam pasur një biznes që më ka ofruar 4.000 euro, vetëm për të bërë vetullat, dhe unë nuk e kam pranuar sepse e kam shumë domosdoshëm të jem kështu si jam. Do të thënë, okay, disa ndërhyrje të vogël që njerëzit mund të bëjnë, aqëllorje hialuronik, mbase pak botox, këto i kuptoj. Po ndryshimi i karakterit tim, i tiparet të mia, këtë nuk e dua. Do ta bëje kur një kompromis të tillë për të bërë një ndërhyrje estetike për një shumë parash apo edhe për të qenë më mirë me veten? Atëherë, unë jam shumë pro kirurgji estetike, nuk ka asgjë të keqe. Edhe për Ilda do kisha thënë diçka. Është shumë e rëndësishme, unë do kisha vënë një ligj në Shqipëri, që vajza deri moshën 25 vjeç mos të bëjnë asnjë lloj ndërhyrje estetike, sepse është ajo mosha delikate ku vajzat ndoshta, sidomos vajzat pak më të reja, më të ndjeshme, nuk i pëlqen vetja, shikojnë veten e pasur dhe kanë dëshirë të modifikojnë ndoshta bluzat, mozat, undën, por pastaj ku kalon ajo mosha 25 që ti merr më shumë vetbesim nga vetja jote, i thuan vetes çfarë kam bërë dhe pse kam bërë këtë lloj ndërhyrje kirurgjike. Të bën përshtypje kjo gjë në Shqipëri krahasimisht me Italinë? Tek kjo moshë? Patjetër shumë më bën përshtypje sepse në Itali, do të them vërtetën, unë në intervistë përpiqem pak të mbaj një balans, por me ti më njeh shumë mirë, E sinqert dhe mbas 4-5 vite në Shqipëri tani kam formuar ato idetë e mia, dhe nga eksperjenca kam parë që me shumë keqdashje, mos thot me shumë keqdashje, vajza shqiptare bëjnë shumë ndërhyrje krahasim me vajzat italiane. Vajzat italiane dhe Italia është një vend që bëjnë disa rregullime, për shumë naturale, ndërkohë këtu vajza shumë të reja
por fat të keq janë shumë të dhënë bazë kirurgjisë estetike dhe gjëja që më çudit më shumë është që vajzat më të bukura ndërhyjnë dhe bëjnë intervente kirurgjike ndërkohë që janë perfekte ashtu si janë dhe nuk kanë nevojë ta teprojnë. Dhe kjo gjë më lën pak pa fjalë. Sipas te, ka një moshë kur duhet fillon njerëzit të bëjnë ndërhyrjet kirurgjikale, estetike? Atëre, po një vajzë ka diçka që nuk i pëlqen me vetën e vet, ndoshta një ullë shumë të madhe dhe nuk ndjet mirë. Unë jam shumë pro që edhe moshën 22, 23, 24 vjeçë ku ka mbaruar formimi, mund ta ndryshoj, mund ta bëj një undë, një vesh, diçka që është e dukshme. S'ka gjë të keqe, por besoj që duhet të konservojmë dhe të mbajmë pak origjinalitetin tonë, sepse më në fund njerëzit na vlerësojnë më shumë ashtu si jemi. Duket pak utopike në këtë realitet kjo, dhe më tepër nga një vajzë që jeton në botën e showbizit, jeton si blogere, por shpresoj që ky mesazh të shkojë në veshje. Diçka që më çudit është fakti që shpeshherë kur shikoj disa podcast ose disa intervista, vajzat që janë që janë të bome, thuajnë që s'kan bërë asgjë. Po, më vjen shumë për të buzëqeshur. në të vërtetë dallohen. Nuk ka gjë të keqe të thuash, po, kam bërë disa ndërhyrje, kam bërë pak botox, kam bërë pak acid hyaluronik, nuk ka gjë të keqe sepse edhe djemtë më në fund po rregullojnë, po bëjnë trajtime estetike, po bëjnë masazhe, po bëjnë pak botox aty ku duhet. Pëlqejnë djemt të cilët përkushtohen fytyrës, kujdesin ndaj fytyrës me pak teprime? Atëre, më pëlqejnë djemt që e mbajnë vetën, që kurohen, kaq sa duhet, por teprimi asnjëherë nga të dy palët nuk është asnjëherë i mirë. Një djalë i botoksuar nuk do më pëlqente, po një djalë që kuron dhe ndoshta në mëngjes vjen vendos një siero ose një krem, shumë mirë. Pastaj kam pa një intervistë tjetër, në Big Brother, më ka bërë shumë çudi. Një vajzë që ka thënë, unë i duam meshkujt me bark, dhe shumë mirë. Unë besoj që secili ka ato pëlqimet e veta, por besoj që e bukura ti dashurosh pas e bukurës. Nuk ka asgjë të keqe të dashurosh për një djalë që ka pak bark. Duhet të jetë kundra kësaj ideje që patjetër që po more, sepse unë kur shikoj një djalë, gjëja e parë që më bën përshtypje është pamja e tij. fiziku. Dhe sigurisht ndoshta në fillim të parë mund të jetë edhe raste që fiziku nuk është fiziku fytyrat i parë nuk janë më të bukurat, por të bën përshtypje karakteri dhe ti dashurohesh edhe me karakterin. Po tani nuk duhet ta exagjerojmë të themi që unë mund të dashurohem me një që mund t'jetë si babagjysh. Se kjo nuk e besoj. Në Do më batakrojnë një zbërë dhe në bark tani. Do me thonë, kjo vajzë e ka bërë për zhurmë? Apo e beson që mund të ketë vërtet atë shije? Ndoshta e dashuri vetë do ketë bark. Okej. Kjo e... Po dashurim, me kalimin e kohës dhe me vite dhe shtoni çik kile dhe shumë çik bark, s'ka gjë të keqe, sepse sigurisht do t'i shoh edhe unë. Të me çdo kandidatën mundshme. Po, nuk jemi perfekt dhe çdo njeri ka kush ka çik bark, kush ka çik vithe, asu nuk janë perfekte, por sigurisht tiparet fizike janë të rëndësishme në approachin e parë. Ja del të jetosh si blogere me të ardhurat që ti merr Beniada? Atëre, do jem shumë e sinqert, si blogere patjetër që mund të jetosh shumë mirë, por është një punë që vjen me shumë vite eksperiencë. Askush nuk mund të dalë nga një emision televiziv, ose të kundërta ta filloj të jetë blogere nga hiçi dhe të marrë një shumë para të konsistueshëm. Është një rrugtim i gjatë dhe ka shumë gjëra, shumë faktore që indikojnë. Do kesh shikueshmëri, do kesh ndjekësit, do punosh fort, do kesh origjinalitet dhe përmbajtje shumë të mira. Po, gjithë të gjërat plotësohen,
mund të dalësh me mund të kesh një të ardhur shumë të mirë si blogere. Të them vërtet Nilda, unë po ndola nga, nuk do të përmend gjithmonë Big Brother se kanë kaluar 14 vite. Por do fillimin e mia, po ti u bë që kam dalë nga Big Brother, Shqipëria nuk ishte akoma gati për bashkëpunime me shifra stratosferike. Unë dola dhe mbylla disa bashkëpunime me çmime italiane. Krahasim që kam sot me çmime të ulta. Me çmime të ulta sepse ishin fillimet e mia. Sigurisht mbas spotit që unë kam bërë me Vodafone dhe me Big Brother 2, ku dolën disa pjesëmarrë, atëherë Shqipëria, bizneset kuptuan që duhet të investohet pak më shumë në content creator, në blogerët. Atëherë unë fillova avash të ngrej çmimet. Dhe se jam shumë e lumtur që nuk i kam rritur në fillimet, po i kam rritur në mënyrë graduale, me punë, me konsistenca. Dhe besoj që sot kam një vlerë ekonomike të mirë dhe patjetër që mund të punosh dhe mund të kesh një rol të mirë si blogere, por nuk është diçka të thjesht dhe sidomos në Shqipëri, sepse nuk konsiderohet akoma si mirëfill si një punë. Në vërtet. Të me pak me thojë zamërzitje, mund të them kështu, sepse ndërkohë në Itali është një punë shumë e vlerësuar, shumë janë disa blogere të famshme në Itali që në moshën 22 vjeçe, 23 vjeçe, kanë blerë shtëpinë. Dhe e di që tani populli do thotë nuk është i drejtë sepse neve janë vajza me universitet, janë vajza që të shkolluar, që punojnë ditën dhe nuk ja dalin me marrë një rrogë të mirë. Ndërkohë, nga ana tjetër mund të them që edhe futbollistët italian kanë një rrogë shumë të lartë. Atëherë është i drejtë që një futbollist marri miliona euro dhe ndoshta babi im që ka studiuar, baba tona, mama tona, gazetarë të kenë një rrogë që nuk është as një. Krahasimi ishte tamam për blogger, se nuk kam tjetër qasje në këtë pikë, por duke eksperiencë, cili është gabimi që bëjnë bloggerët shqiptarë në krahasim me ato italiane, që nuk kanë këtë shtëpinë dhe këto të ardhurat si ato në Itali? Atëre, kjo është një argument shumë i thellë. Unë përveç që vija në Shqipëri, kisha 100.000 ndjekës në Instagram. Dhe bashkëpunimet që bëja ishën disa kundër një pagesë dhe disa kundër produktit. Ndërkohë që këtu në Shqipëri, ku erdha, pash shumica blogerëve merrshin pagesë. Dhe kjo më çuditi. Për këtë po them në fillim unë kisha një pagesë shumë të ulët. Dhe prapë unë dola nga eksperiencët ma të bukura, ma të mëshira, nga formatet ma të ndjekura. Po, në Shqipëri. Dhe ka shumë ndryshime. Një krahasim që gabojnë blogerët shqiptare është që sponsorizojnë çdo gjë vetëm për lek. Ndërkohë, ka shumë blogere italiane, një nga këto është Giulia De Lellis, një blogere shumë e mirë dhe shumë e ndjekur, që ajo sponsorizon edhe disa produkte që nuk ka pagesë. Do të thotë që këtu bëhet reklamojnë vetëm produkte me kundrejt pagesës. Atë që kam parë unë, shenë diçka realisht, fakti që ato nuk paguajnë për ta thënë këtë gjë, nuk e bëjnë. Po më thonë. Po. Unë kam bërë disa story me disa produkte që realisht më pëlqejnë dhe kam shkruar që nuk është reklamim. Domethënë ti ndan eksperiencën tënde, atë çfarë ty të pëlqen në Shqipëri, e ndan pa qenë e motivuar financiarisht nga një Do të ketë diçka shumë pozitive që ndoshta gjithë vajzat duhet ta fillojnë ta bëjnë. Dhe në fakt kështu ka nisur bloggerimi. Vajzat reklamonin produkte dhe kënaqësi, lifestyle, vende, bënin udhëtime, se treguar si në jetesës. Bloggerimi kështu nisi, dhe pastaj filloi që të bëjë gjë me pagesë. Pra këtu në Shqipëri, kjo ndoshta pjesë nuk është njohur shumë pak, por direkt kanë filluar. Ka filluar tani edhe në Shqipëri pak, janë disa blogere që kanë filluar të shikojnë pak edhe inspirohen ndoshta frymëzohen edhe nga modelet, nga blogerët që janë për jashtë, kanë filluar edhe pak në Shqipëri, por me karar. Domethënë duhet që kjo është një këshill që unë e jap realisht me zemër të gjitha vajzat që duan ta bëjnë, kanë fokus blogerimin dhe kanë shef të ndërtojnë një karrierë të suksesshëm në Shqipëri si content creator, të reklamojnë gjërat me pasion,
dhe mos të ndonjëherë duhet edhe që t'i thuajmë jo ndonjë brand që të jep një shumë lekë shumë të mirë, por pastaj mund të dëmtojë imazhin e tyre. Kjo është një mesazh që ndoshta kam gabim, nuk e di. Por që mua ka funksionuar. E kemi eksperjenca, kështu që edhe kjo vlen më shumë se sa këto fitimet e vogla edhe jo. Asgjë funksionon. Të mërziten komentet, ka njerëz që shkruajnë keq në postimet e tua, ose cili është komenti më i keq që ke lexuar? Atëherë, çuditërisht nga çfarë njerëz mund të shikojnë në rrjetet sociale, unë dukem si një vajzë ndoshta delikate, mund të ke përshtypje që jam e ndjeshëm. Në realitet unë në këtë vit eksperiencë kam ndërtuar një karakter shumë të fortë, edhe po jam bjonde me sy shil dhe të buzëqeshur. Nuk më bën përshtypje asnjë lloj koment negativ dhe këtë nuk e them për të marrë pëlqim nga njerëzit, por realisht në këto vitet e fundit jam forcuar sigurisht dhe besoj që kushdo që punon me imazhin e vet dhe ka një ekspozim të fuqishëm në televizion, në ekranin përgjithësi, nuk duhet të preket nga komentet, sepse më në fund është e kundra e medaljes. Po ti pranon të bësh personazh publik, do të pranosh komente pozitive, por edhe komente negative. Kjo nuk do të thënë që do pranoj komente vullgare. Unë i lexoj komente në rrjetet sociale ndonjëherë, komente negative nuk më thyn, i marr parasysh, ndoshta edhe për të përmirësuar diçka, edhe kur më kanë kritikuar për faktin që unë nuk e flas akoma gjuhën shqipe në mënyrë perfekte, jam përpjekur akoma shumë të lexoj, ta mësoj, kaq sa mundem, sepse secili ka atë karakteristikën e vet. Por aman komente thyese, komente vullgare, patjetër që ato eliminoj sepse nuk dua energji negative nga jeta ime, domethënë larg meje. Ka komente pozitive dhe gjërat që të thonë më së shumti njerëz kur i takon. Çfarë është diçka që të pëlqen që le të themi është bërë emërues i gjithë komenteve që të bëjnë njerëzit ty? Atëherë, komente pozitive. Kam shumë komente pozitive nga familjarët, nga mamat. Dhe kjo më pëlqen shumë, sepse ku ti merr një koment nga një grua, nga një vajzë, domethënë që janë më të rralla. Po, jep akoma më shumë rëndësi, sepse një djalë mund të thotë je shumë e bukur, mund të shkruaj o yll, o mbretëresh, por kur ta thotë një grua, ti e vlerëson akoma më shumë. Një koment që më bën shumë përshtypje është faktin që kjo është diçka negative në fakt, që më thonë Benjada, më thonë, wow, Benjada, ti live je më e bukur se sa në foto. Më ka pak shumë. Të pritet në të kundërtën, por kjo është gjë e mirë. Dhe si ka mundësi, unë të dukem nice dhe foto. Foto e rregull, foto edhe zgjidh pozën më të bashkë. Do me tha që do t'i futim pak FaceApp, no? Të dukem një. Edhe me FaceApp, prap, ndodh që realiteti është më mirë se sa ajo çfarë shohim në rrjet. Benjada do të rikthesh në televizion sërish? Atëherë, në këtë moment kam marrë një pauzë nga televizioni. Unë dashuria ime e parë është në televizion, sepse unë kam dalur nga një konkurs italian, Amore Moda quhet, dhe eksperjenca ime e parë ka qenë në Rete 4, bashkë me prezantuesen Emanuela Foliero. Dhe kam qenë Valletta Shëgër, në këtë formatin shumë të bukur. Është një emision që ka qenë në Komacchio, dhe ka qenë një sfilat, një para mode. Dhe unë kam fituar këtë konkursin për të jenë pjesë afër Emanuela Foliero në Rete 4. Dhe dashuria ime e parë është televizioni. Dhe Ilda, unë jam shumë korpuse nga vetja, për mendoj që po do bëjmë diçka të bukur në televizion, duhet të bësh diçka që ja vlen, diçka që të pikasësh, dhe jo të konsumosh, të pranosh çdo lloj bashkëpunime, sa për të qenë në televizion. Ku do vi momenti të bëj një emision, mendoj që do t'ja marrë në kthes të juve. Bëhet kjo. Do të thuar me një. Por që shakave duhet me bë diçka të bukur. Ose ja vlen, ose kot të ish në televizion sa për të bërë diçka. Në gjithë të rrugëtimin tënd nga televizioni italian, nga gjithë zbërmarrjet që ke bërë në Itali, qoftë edhe në fushën e filmit, pastaj në Shqipëri, ka pas dikush të kanë ndihmuar, dikush të kanë mbështetur dikush rrugës? Si u bëre ti kjo që e saj? Atëherë, sigurisht mbas daljes
nga një format kaq i rëndësishëm, kam pasur shumë mbështetje. Deri diku, sigurisht e kuptoj sepse kam dalur si një personazh pozitiv mendoj dhe e mbështetur nga publiku shqiptar. Dhe sigurisht kam pasur disa mbështetje, por të thënë vërtetën sot jam shumë e lumtur sepse po ja kam dalur dhe po jam akoma në treg, është vetëm falas vetes time dhe mund të them me plot gojë që nuk më ka ndihmuar njeri. Dhe për këtë jam shumë e lumtur, sepse mund t'i them faleminderit një person dhe jam shumë mirënjohëse, por nuk e ul kokën me as posh, me as kënd. Kokën nuk duhet ta ulim asnjëherë. Por sigurisht shumë mirënjohëse dhe falënderuese me disa persona që më kanë mbështetur në fillim, po. Dhe ata kanë besuar tek ty. Kanë ditur këtë mbështetjen. Po. Duke qenë se ke njohur nga brenda televizionin, edhe ke marrë re besoj ashtu sikur ndër edhe unë, që ka plot vajza që e mbajnë me domosdoshmëri ekranin, dhe jo vetëm vajza, madje me servilizëm. Ti ke njohur të tillë edhe e ke ndjerë ti këtë gjën kur ke qenë pjesë e televizionit? Patjetër që po. Patjetër që po. Tani, unë jam shumë e sinqertë dhe ekrani shqiptar, ekrani italian, ekrani të gjithë botës, pjesën e servilizmit e ka shumë të rëndësishëm. Që ekziston. Ekziston në Itali. Kemi parë çfarë po ndodh me Fabrizio Corona, nuk e di po mund ta përmendim. Patjetër, nuk ças ka nxjerr me prezantues italian, me personazh italian që për të arritur të rast bëhet vetëm fjalë për servilizëm. Po, çfarë s'kan bërë, por sigurisht servilizmi është gjëja e parë. Dhe sigurisht në Shqipëri ka shumë personazhe që servilosen. Shumë mirë, çfarë bëjnë tjerët mua nuk më prek dhe nuk më intereson. Por unë nuk unë nuk jam një person të tillë sepse besoj që po ti servilosësh mund të rish shkallët shumë lart, por ashtu si arrin mund të zbritësh dhe mund të vritësh. Mund të rrëzohesh. Mund të zbritesh, mund të rrëzohesh dhe mund të vritësh shumë dhe pastaj hyp shkallës me shumë vështirësi. Ndërkohë puna, konstanca, determinacione, dhe të luftosh për diçka që ti ja vlen, nuk ta heq asnjëri bukën nga duart. Ndërkohë shumë personazhe të tjerë që kanë qenë pjesë e formatit ku ti u shfaqe për herë të parë, kanë marrë pjesë, kanë bërë filma, janë shfaqur si aktorë, regjizorë, si producent. Ti ke pas një ofertë për të luajtur në ndonjë film? Atëherë, nuk e di, unë ta kam treguar, më duket që kam bërë një film në Itali. Unë e di, po flas për këta filmat shqiptar. Për filmat shqiptar kam pasur një propozim. Nuk e kam pranuar sepse unë kam bërë një vit e gjysmë shkolla aktorimi në Itali, një nga shkolla më të mira në Roma. Në këtë moment po bëj disa workshop dhe si shpejti do ikë në Milano për një workshop tjetër. Dhe unë besoj që aktor do të jenë aktor, prezentues do të jenë prezentues dhe bloger do të jenë bloger. Kjo nuk heq faktin që njerëzit mund të eksperimentojnë, sepse kam shumë kolegë të mia që kanë eksperimentuar. Jemi në vite që njerëzit eksperimentojnë dhe shumë mirë që eksperimentojnë për të kuptuar ndoshta ku i gjejnë veten më mirë. Por besoj që aktrimi është një nga punat është një art e vërtet. Dhe nuk mund të dali një moderator dhe të prezentoj një film të rëndësishëm. Moderator nuk mund të jetë një aktor. Atëherë një moderator, për mendimin tim, nuk mund të jetë një aktor, sepse do fokusohet vetëm te aktrimi, nuk mund të fokusohesh të jesh moderatore dhe të kesh ditën angazhuar, të mësosh skaletën, të ftosh, të përgatitesh dhe ndërkohë të bësh një rrugtim si aktor mirëfill. Ti ke pas eksperiencën e parë si aktore me regjisorin tim të preferuar, Paolo Sorrentino. Po. Si e kujton si eksperiencë edhe çfarë ke mësuar ti nga ajo eksperiencë? Ajo ka qenë eksperjenca ime e parë, më e bukur të sime, ka qenë një super eksperiencë, e vështirë, e sikletshëm. Dhe kjo eksperjenca më ka bërë të kuptoj që puna e aktorit është shumë e vështirë. Unë mbaj mend vetëm një skenë me Kasha Smuntjak, filmi është Loro 1 dhe Loro 2. Nuk gjet në kinema, nuk gjet asnjë vend sepse është filmi që flet për jetën e Berlusconit. Dhe janë shumë skena që janë bllokuar në kinema, sepse kam blerë Mediaset më duket që kam blerë direktit e filmit. Dhe është një skenë. Është një film që e rënonte mitin e Berlusconit. Po. Po.
Nuk i lëverdi se do ishte kaq i përhapur. Dhe është një skenë shumë e bukur ilat e filmit, ku është ka sëmundja si një muza, si një dea para një pishin, plot me figuracione speciale, plot me kompars, dhe kemi qenë ndoshta më shumë si 1.000 veta të kjo pishina, dhe aktorja Kasha Smundja ka qenë totalisht lakurish për para skenës, vetëm në një vedho të hollë që mbulonte pjesën përpara. Intime. Dhe fytyra saj, qëndrimi saj përpara gjithë këto figurantët që shikoshin, ishte si një, nuk di si ta përshkruaj, ishte si një pikturë, ishte si një mbretëresh, dhe nuk interesonte fare kush ishte aty, ndërkohë ajo ishte i lakurish në rolin e vet. Unë nuk do kisha bërë dot këtë roli, sepse duhet shumë vite përgatitje. Dhe një rol tjetër shumë e vështirë ka qenë që unë e kam bërë në një casting, në një provë, audicion, ka qenë roli i një vajzë e përdonuar. Dhe ky është një nga rolët më të vështira. Unë kam bërë një javë përgatitje, sepse për fat të mirë, kush nuk ka kaluar një eksperiencë të tillë, nuk di ta nxjerrë në skenë. Si e ku mësove ti, me kë bisedove? Kishe një vajzë që do të tregoj historinë e vet? Dhe në këtë javë që unë përgatita, për 2-3 javë kam qenë shumë i mërzitur dhe nuk po dilja dot nga roli. Për këtë po them që një moderator nuk mund të bëj aktor. Ka disa personazhe në Itali që kanë dalur nga Big Brother, që kanë fituar riktimin e tyre në aktrim, por kanë vazhduar në aktrim, s'kan bërë gjë tjera. Janë dedikuar këtij profesion. Po, për këtë kam këtë perceptimin tim. Po do të bëje nëse të vinte një rol në Shqipëri, do të bëje ti pjesë ose cili është ai rol që do të mendon që do të shkonte? Do ta bëje, apo nuk është vetëm fare në këtë pjesë? Për fat të keq, nuk kemi më filmat shqiptar, nuk janë më në të nivelin ku kanë qenë dikur. E ke fjalën për regjisorët? Për kontekstin kinematografik, nuk janë më filma si kanë qenë dikur. Gaboj ndoshta? Aktorët nuk gabon fare. Kjo është për të parë në një pikpamje më të gjerë. Thante, unë e kuptoj që pastaj nga ana tjetër, kinemaja ka nevojë të fusi brenda disa personazhe që kanë shikueshmëri, kanë klikime për të marrë dhe për të shitur biletat. Domethënë, është kjo komercializmi që është shumë mirë. Se bën shumë në dilemë kineman. Por unë sot të them që mendoj, tani kur mos thuaj kur, po mendoj që nuk do kisha bërë një film në Shqipëri. Do kisha ardhur një regjisor shumë të mirë, me një rol që i përtek me të stime, por me 90% nuk do ta kisha bërë. Sepse po fokuson te aktrimi, do jetë vetëm ajo. Ndoshta ajo eksperiencë që ke bërë në Itali të ka futur në atë botën serioze dhe ke kuptuar se çfarë do të thotë ti jesh aktore dhe të bësh një film. Po, patjetër. Ti di që aktorët dhe këngëtarët në Itali nuk pranojnë të bëjnë Big Brother? Jo, nuk e di atë. Vetëm në fund të karrierës së tyre, aktorët ose këngëtarët kanë bërë është rregull që është vendosur nga kompania mëm apo është nuk është një rregull, besoj, por kush aktorë s'ka nevojë të futet në Big Brother. Ka famë mjaftueshëm dhe pastaj mund të ndikojë fatin sepse në Itali prodhohen shumë filma, qoftë edhe filma kinematografik, qoftë edhe vetë televizionet prodhojnë filma. Pra, po në Itali ka rënë pak roli aktorit në kinematografi italiane ka ndryshuar në vite. Nga Fellini kemi ardhur në Cinema Panettone, Massimo Boldi dhe Christian De Sica, janë filma që shikohen më shumë nga popullsia italiane. Filmat e tjera janë lanë pasore, kjo është diçka që po ndodh pak edhe në Itali. Por një film në Cinema Panettone do ta kisha bërë. Por një film e Krishtlindjes, një film pak limonad, pak musical, pak kalibje sezonal, jo një film atlet, jo një film autor. Po, e vërtet. Të ndrojmë pak atmosferë, çfarë marrën e ke me shopping, dashurinë e përjetshme të vajzave? Atëre, me shopping unë jam dorë në shuar, sidomos po në rroga, janë shumë e frikshme.
ku po mbaron rroga, aty bën një gastrite puro, do të thënë janë dhe nuk janë vlerë gastrite. Jo, më pëlqen të blej disa gjëra për veten, më pëlqen ta lelotoj pak veten, për lekët që unë argjoj më shumë janë në përostime, sepse ustimet janë lekët më të mirë të argjuar. Ke kujtime që i merr me vete gjithë jetën, dhe më mirë të bësh një ustim të mrekullueshëm se sa të mblesh në çantë, te kam të sigurt. Dhe sot mbasi 30 vite kam bler një çantë të mirë. Dhe ku kam dhënë lekët më çdo dora. Besi që ka vlerë edhe nuk ka vlerë të pampur me statusin të shkon, me gjithë punën që bën. Jam një person që të them vërtetën dua të ekspozoj shumë te pjesën e luksit, nuk e kam shumë të rëndësishëm. Mund të blej diçka të shtrenjtë, por nuk pëlqen shumë ta tregoj. Preferoj të tregoj një ustim të bukur sesa dash më shumë eksperiencë. Ta një veshje sesa një çantë. Nuk e di. Kjo nuk është pargjykim, por është karakter. Çfarë të bashkon më shumë me Yoridellin? Jori Deli. Në Jori Deli na bashkon energjia. Është shoqëri që kemi ndërtuar ndër vite. Nuk ka qenë një shkëndim, mund të themi. Sot janë 8 ose 9 vite që ne njihemi. Ka lindur në mënyrë shumë graduale dhe për këtë jam shumë e lumtur, se nuk i besoj në këtë shoqëri që flasin, po. Dhe na bashkon energjia, sintonia dhe është diçka çuditshme, por unë dhe Jori kuptojmë me shikje. Do me thënë, po ai më shikon në syt dhe buzëqesh, unë e di për çfarë ka dhe na sjelltash. Po dëftuaja. Beson shoqërinë, je zgënjur të ndonjë nga shoqëria? Patjetër që jam zgënjur, nuk e di po ka njeri që nuk është mërzitur ndonjëherë nga ndonjë shok ose ndonjë shoqe. Por prapë besoj shumë në shoqëri. Jam person shumë e besës dhe ta jap mund të themi zemrën time në dorë, sepse dhe shoqëria është jep zemrën një person, ti hapësh shpirtërisht me dikë dhe tregon gjërat tuaja më personale. Kam dy shoqe të mira në Shqipëri dhe besoj. Por njëkohësisht ku kam qenë e zgënjur, ato personat i kam larguar nga vetja ime, sepse unë je drastike. Jam shumë drastike, edhe por nuk duket. Po dikush më lëndon, unë me fike prej në mes dhe mund të në raste jo që ka ndodhur diçka shumë të madhe, mëngjesi më mbrëmja mbetet gjithmonë, sepse për mua është një formë respekti, por nuk i tregoj gjërat e mia personale dhe thjesht është një përshëndetje. Po, patjetër. Çfarë të pëlqen më shumë në këtë jetën tënde mes Shqipërisë dhe Italisë? Atëherë, çfarë më pëlqen më shumë? Se kam akoma kuptuar se ku jam në Itali, më mungon Shqipëria. Ku jam në Shqipëri, më mungon Italia. Dhe nga Italia më pëlqen shumë gjëra. Dhe na sjelltash. Mund të them diçka ndoshta pak e çuditshme, por fëmijët që hiqen nga Shqipëria, do të thënë fëmijët e emigrantëve, nuk ndihem, se kam biseduar me disa njerëz, disa shoqe që kanë ikur, kush në Gjermani, kush në Angli, nuk ndihem plotësisht 100% që i përkasin kësaj vendit. Dhe unë nuk ndihem 100% shqiptare, kam gjak shqiptar, por në shumë gjëra ndihem italiane, dhe në shumë gjëra tjera ndihem shqiptare. Unë kam ikur në Shqipëri. Po, kjo nuk do të thënë që ti nuk ke identitet, por në Shqipëri si diçka e shtuar, si një ekstra. Sepse unë kam marrë pak nga kultura shqiptare, në këtë unë kam traditat dhe vlerat e një shqiptare, jam shumë komfort. Dhe, për exemplu, në fillimin e një marrëdhënie, unë nuk jam një vajzë që mund të bëj një kompliment, jam shumë e tërhequr. Tipike shqiptare. Si italianët janë pak më easy going, mund të bëjnë edhe një kompliment në ideal, ndërkohë unë absolutisht të do sikur s'kam fare interes. Po ndërkohë ke shumë interes. Ndërkohë mund të kem interes, po e mbaj veten sepse duhet të shikoj nga ana tjetër. Dhe këtë kam plotësisht shqiptar. Ndërkohë nga italiane kam mënyrën si shikoj gjërat. Nuk kam parajgjykime për veten time, nuk kam frikë të them një mendim, dhe besoj që këtë e kam treguar. Ndërkohë që vajzat shqiptare ndoshta
për fat të keq nga shoqëria të frustruar. jam pak ma shumë se sa frustruar kam frikë të tërgojnë mendimin e tyre sepse ndoshta jetojnë në një realitet kur vajzat do jenë perfekte, kur vajzat nuk do bëjnë gabime, dhe kjo është diçka që unë nuk e kam për fat të mirë. Dhe shpresoj avash avash në këtë vite mos ta kenë edhe vajzat shqiptare, sepse sot jemi në 2026 dhe pse Janë më të hapura. Po. Cila është pasuria jote më e madhe? Çfarë ka për ty vlerë në jetë? Pasuria ime më e madhe është familja ime. Mami, babi dhe vllai im. Dhe besoj që të gjitha e kanë familjen prioritet. Nuk ka asgjë më të rëndësishme se sa familja. Po sa e rëndësishme për ty të kesh pasuri materiale? Atëre, të thënë vërtetën, pasuria materiale është shumë e rëndësishme, sepse përkundrazi në rast se një person ka një problem shëndetësore, ilaçet nuk i paguan me përqafime, doktorat, me mjekët, kanë spitalet, kanë kostin e vet. Kështu si në Shqipëri, kështu edhe në Itali. Dhe sigurisht pasuria, do jemi sinqert, nga njerë ku t'ingjoj që thuajnë jo, nuk është rëndësishme, më vjen për të buzëqeshur, se them, po si e dilni, si pagun që me buzëqeshje, me puzje, me përqafime, se është shumë rëndësishme për sigurisht për para shëndetit, për para familjes, sigurisht nuk ka të njëjta vlerë, por sot është shumë rëndësishme. Do bëj një kompromis ti për dashurinë? Po, patjetër, do bëj një kompromis për dashurinë, po vetëm po ai personi përpara do ishte dashuria jetës time. Mendoj që do jetë shqiptar? Do ta doje të ishe shqiptar? Ti e din përgjigjen, besoj, por Audiencia. atëre, unë besoj në dashuri. Dashuria nuk ka kufi. Mund të jetë shqiptar, por mund të jetë edhe italian, mund të jetë anglez, mund të jetë, do të thënë, nuk është për mua rëndësishëm. Ka rëndësi që të jetë një person i mirë, respektueshëm, që të më dojë dhe mi plotësoj të disa kushtet, se jo. Nisën e Fare meritojmë. nisën e kushteve të themi. Benea dash faleminderit për këtë bisedë të këndshme. Faleminderit. Je gjithmonë shumë e sinqert edhe njerëzit e dinë këtë, por mua më vjen së brëndshmi ta them sepse pakta janë vajzat sot që flasin me vërtetësi, me sinqeritet dhe i thonë mendimet e tyre siç janë në të vërtetë dhe jo me dy skenari. Faleminderit. Kam marrë disa mësime në këto vitet e fundit, në këto 4-5 vitet e fundit në Shqipëri, nga ty Ilda, dhe jo, është vërtet sepse në këto takimet e tona nuk e dhanë shumë këshilla, jo vetëm nga ana profesionale, por edhe nga ana personale. Po për këshilla Unë të kam tërguar edhe gjërat e mia privacy me ndonjë lidhje, me ndonjë shoqe. po. Për shoqjet dhe janë seta. Po, për sigurisht si një person familjare, më ka dhënë shumë këshilla dhe këtë e kam vlerësuar gjithmonë, sepse goca është më mirë të bësh një muhabet me një grua e pjekur, e rritur dhe familjare, se sa ti tërgoni një hall të vogël, një vajzë e re, se kush më mirë se një grua e pjekur mund të japi një këshill të mirë pas një lloj keqdashje ose pas një lloj keq kuptim nga mbrapa. Dhe gjithashtu unë duhet të jem shumë falënderuese me ty, sepse ke qenë vetmja grua shqiptare që në këto vitet e fundit më ke mbështetur si asnjëri tjetër. Në më skuqe Beniada, ja të që po e zjat. Tash parë, shumë persona mund të mbështesin në fillim e karrierës tënde, po në fillim është e thjeshtë, por njerëzit që të mbështesin edhe ku mbaron ajo pjesa e shkëlqimit, ajo pjesa e bumit të fillim, është më e vështirë dhe tu do vlerësohet akoma më shumë. Besoj. Nuk është që ne nuk kemi njohur në fazën tonë të bumit, ne jemi njohur shumë rastësisht, unë nuk kam qenë fansja jote në Big Brother, sepse nuk e ndiqja atë program në fakt, po. Nuk e kam ndjekur dhe nuk e ndjek. Kjo zot thot asnjë gjë, nuk kam asnjë gjë kundra programit. Ne jemi njohur rastësisht, jemi në një lagje dhe unë kam parë njeriu tek ty edhe sa shumë dashuri tham, o zot, dhe sheqer këtu, por vërtet Beniada e një vajzë që meriton vlerësimin, mbështetjen edhe kaq kemi ndar bashkë, është vërtet e sinqert edhe shpresoj të vijoj. Pas ka interviste edhe më gjatë në jetë. Ja, që Ilda do bëjmë shumë gjëra të bukura, na presin shumë gjëra të bukura. Bëj shpresë nuk kam shumë kohë sot për më shumë. Faleminderit që na ndoqët. Është kënaqësi të ndajmë këtë kohë televizive tashmë
përveç se në YouTube me Doptani Podcast edhe në A2 CNN. Ju takofshim javës tjetër, deri atëherë, fundjavë të mbarë.